E pra, më në fund, teatri mbaroi. Si shikohen nga rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të vitit 2021 dhe ato të 2025-s, vëre lehtësisht se nuk ka asnjë ndryshim pothuajse. Partia Socialiste, në bazë të një formule aritmetike të klasës së parë, mori po 800.000 vota, siç ka marrë edhe para 4 vjetësh, siç ka marrë edhe më përpara dhe siç do marrë edhe në vazhdim. Po cila është kjo formulë kaq e thjeshtë të cilën e kuptojnë edhe fëmijët e klasës parë, por Partia Demokratike bën sikur nuk e kupton. Thelbi i saj janë 200.000 të punësuar në administratën shtetërore. Shumëzim për 4 vota të familjes janë 800.000 vota, të cilat të pjesëtuara me 10.000 për të prodhuar një mandat, baraz me 80 mandate. Risia e këtij viti është fakti se votuan dhe emigrantët, të cilët i shtuan rreth 50.000 vota Partisë Socialiste, dhe analiza është e thjeshtë. Janë përsëri 50.000 emigrantë të cilët kanë në administratën shtetërore këtu në Shqipëri motrat, vëllezrit, të afërmit e tyre. Dhe logjikisht dhe normalisht votuan për partinë e cila i punson dhe jep nga një rrogë mirë mujore me të cilën ata mbajnë familje. Kjo është një formulë kaq e thjeshtë sa prandaj edhe kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama i dalin llogarit perfekt pa u bërë zgjedhje. Prandaj Edi Rama në fushatat elektorale, të paktën këto 2 të fundit, jo vetëm që nuk bën asnjë premtim, jo vetëm që nuk ka asnjë plan ekonomik investimesh, por tallet dhe vetëm tallet me elektoratin, për faktin sepse ai e di shumë mirë që këto 800.000 vota i kanë në xhep dhe është normale. Nga ana tjetër, të lumtur janë edhe drejtuesit, oligarkët, ato fytyra të cilat kanë 30 vjet që shfaqen në parlament, të cilët fituan. Pse fituan? Ata nuk kishin objektiv të merrin pushtetin sepse këtë e din shumë mirë që nuk mund ta marrin me këtë lloj formulash. Por kishin si qëllim të rregullonin mbythën e tyre në parlament si 4 vite të ardhshme. Janë pa ato fytyra të cilët nuk pranohen më nga vetë demokratët, pale pastaj nga elektorati gri. Pse fituan ata? Sepse Partia Demokratike nuk është diçka abstrakte, po janë pikërisht këta 40 oligarkë të cilët Sali Berisha, për interesat e veta familjare dhe personale, i caktoi me dorën e tyre pa u bërë zgjedhjet fare. Pra praktikisht votuesit nuk kanë zgjedhur, ata i ka zgjedhur Sali Berisha, por kanë votuar si gjithmonë me naivitetin dhe me përkushtimin e tyre ndaj demokracisë. Pse kanë fituar këta 40 përfaqësuesit në parlament të Partisë Demokratike? Kanë fituar sepse marrin rreth $60.000 në muaj vetëm rroga dhe përfitimet të tjera, $60.000 në vit, më falni, vetëm rroga dhe përfitimet të tjera direkt nga arka e parlamentit, që do të thotë $250.000 të tjerë për 4 vjet. Pa futur këtu lejet e ndërtimit, rezortet dhe pikat turistike, karburantet apo apartamentet, të cilat i kanë me dhjetra dhe që nuk i numërohen ashtu sikurse dhe përfaqësuesit në parlament të Partisë Socialiste. Gjithashtu, pozicioni i tyre vazhdon të jenë kollmod. Në opozit, bëjnë sikur ulurasim në parlament, djegim cakarige dhe rroga vazhdon. Teatri vazhdon. Cilat ishin elementet e reja të kësaj fushate? Për ta mbyllur me Partinë Demokratike, ajo është drejt shkrirjes dhe nuk ka më asnjë motiv për të vazhduar në jetën politike shqiptare ose për të pretenduar që të marrë ndonjëherë pushtetin. Kjo është një fatkeqësi për vetë demokracinë dhe për ata 500.000 ndjekës së saj, të cilët duhet ta kuptojmë më në fund se kryesia
Këshilli drejtues i Partisë Demokratike po tallet haptas me ta. Por cilat ishin risitë e kësaj zgjedhje? Në radhë parë ishte votimi i emigrantëve, i cili nuk solli ndonjë gjë të re, për faktin sepse pjesëmarrja e tyre në raport me prezencën e tyre në shtete të ndryshme të botës ishte as 10%. Risia tjetër ishte braktisja totale me qindra mira e mbështetësve të Partisë Demokratike, të cilët duke parë që ishin të njëjtat figurë të prezantuara nga Sali Berisha në këtë zgjedhje, dhe më keq akoma, një koalicion i Shqipërisë madhështore, i cili ishte më se qesharak, ata refuzuan që të votonin. Por një pjesë e madhe e tyre zgjodhen atë që ishte, siç thash në fillim, risia e këtyre zgjedhjeve. Disa parti të reja, sepse parti gjithmonë ka pasur të reja, të cilat bën një fushat intensive me djemë dhe me fytyra të reja, të cilët dhanë alternativa në për studio televizive dhe fituan besimin e elektoratit gri dhe ata të mbështetësve të Partisë Demokratike. Sigurisht në krye të kësaj liste, mendoj unë ishte Agron Shej, i cili i plotësoi të gjitha kriteret dhe është fat që ai së bashku me kolegun e tij do të jetë në parlament, duke thyer një herë e mirë marrëveshjen e neveritshme midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike për të mos lejuar asgjë tjetër që të jetë në parlament përveç tyre. Këtë e tregon dhe e dëshmon shumë mirë fakti që pesha e votës time që votoi për një parti jo kryesore, me peshën e një votuesi i cili është po si unë, po që voton një nga partitë kryesore, është dyfishme e lehtë, pra është një vjedhje e hapur. Në qoftë se Partisë Socialiste apo Partisë Demokratike i duan rreth 10-11.000 vota për të nxjerrë një deputet, partive të reja ju deshen 25 deri në 50.000 vota për të prodhuar një deputet. Pra kjo është një vjedhje e hapur e zgjedhjeve e bërë me ligj. Gjithashtu, pra ishte Agron Shej, së bashku me Shqipëria bëhet, të llapajt dhe të Shabanit, morën rreth 110.000 vota. Përfshi këtu dhe disa parti të tjera të cilat morën shumë më pak, totali i votave është rreth 150.000, çka është diçka për të entuziazmuar si një fillim i ri i këtyre lëvizjeve, pra si një zgjim i elektoratit të fjetur, i cili nuk i shikon më alternativa as Partinë Socialiste dhe as Partinë Demokratike. Po cila është, pse fakti që veriu voton për Partinë Demokratike dhe jugu jo? Është pikërisht pra influenca e punonjësve të administratës, e cila në veri në raport me zgjedhësit është shumë e vogël sesa në qytetet e mëdha në jug të Shqipërisë. Pra, çelësi i suksesit të Partisë Socialiste nuk është as Edi Rama dhe as programi dhe alternativa e saj. Janë thjesht interesat familjare të punonjësve të administratës, të cilët prodhojnë të 800.000 vota, sido që të sillet Partia Socialiste, sado që ta vjedhë buxhetin e shtetit, kjo atyre nuk ju intereson fare. Ndërkohë që dhe oligarkia e Partisë Demokratike është shumë e kënaqur në këtë pozicion komod, në opozit, rrogat i marrim, beneficet i marrim, familjet i kemi mirë, dhe ata që e pësojnë në këtë mesele, janë pikërisht mbështetësit e Partisë Demokratike, të cilëve do të duhet të mbajnë familjet në kushte akoma të vështira edhe për vite e vite me radhë. Kjo pra është analiza më e thjeshtë, më e freskët, pas daljes së rezultateve, pothuajse rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të vitit 2025. Po të shikosh dhe krahasosh cifrat, siç e thash në fillim të emisionit, nuk kemi pothuajse asnjë ndryshim në këto shifje, as rritje dhe as zvogëlim të tyre. Ato janë të njëjtat shifra dhe kjo tregon se politika shqiptare nuk prodhon më ide, nuk prodhon më projekte, por prodhon vetëm militant dhe njerëz të bindur, të cilët për interesat e tyre të ngushta
dhe kanë të drejtë për të mbajtur familjet e tyre, votojnë, por nuk zgjedhin. Ju falemnderit për vëmendjen dhe mirupafshim në emisionin tjetër. Ndërkohë, të ndjekim reklamën e re të sponsorit ton Gjergjika, në të cilin tregojnë kapacitetet prodhuese të ndërmarrjes së këtij fasonerie. Bashk, mirupafshim.